Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam Zenure Meneti, mësuese e gjeografisë në shkollën fillore Qirili dhe Metodi në Gazibar. Sot nga lënda e gjeografisë, në temën mbështjellësi ujor i tokës apo hidrosfera, kemi mesim mësimore cilësi e ujit të detit. Ndoshta pak më ndryshe se sa në ambientet e shkollës, mirëpo në këtë mënyrë do të mundohemi që të arrijmë qëllimet e kësaj mësie mësimore. Nxënësit duhet të përshkruan detrat, të bënë dallimet ndërmjet ujit të detit me atë të ëmbël, të përshkruan lëvizjet e ujit të detit, të përshkruan lëvizjen e rrymave detare, si dhe dukurinë e baticës dhe zbaticës. Nocionet që do të përmendim në këtë njësi janë kripra, kripshmëria, valë deti, rryma detare, batica dhe zbatica, e dukshmëri, temperaturë. Mjetet që na nevojiten për këtë njësi mësimore janë harta e botës, globi gjeografik, fletore e libri i gjeografisë. Në njësim e kaluar u njoftuat me detin botëror, ku mësuat për detrat dhe oqeanet. Unë do t'ju kisha pyetur se çka janë detrat. Besoj tashmë secili prej jush e ka parasysh se si duken detrat. Mirëpo, çfarë janë detrat? Detrat janë sipërfaqe më të vogla ujore se sa oqeanet, me atë që disa dete janë edhe pjesë e oqeaneve. Sipas vendpozitës që ndodhen, detrat mund të jenë skajor, mesdhetar dhe ndër ujësor. Si detra më të njohur kemi detin Mesdhe, detin Adriatik, detin e Zi, detin e Egje, detin Baltik dhe një numër të madh të detrave tjerë, ku në hartën që kam paraqitur për ju, keni për detyrë që në hartat tuaja që keni pranë apo në globet tuaja, i gjeni këto detra dhe t'i shihni. Përveç asaj se detrat dallojnë sipas vendpozitës, detrat dallojnë edhe nga cilësia e ujit. Pra, me çfarë dallohet uji i detit nga uji i ëmbël? Uji i detit është i njelmët dhe i idhët, sepse përmban një sasi të madhe mineralesh të shkrira, të njohura si kripëra. Në një litër ujë deti ka mesatarisht 35 gram kripë. Nga të gjitha kripërat, më së shumti ka kripë kuzhine, afër 75%, dhe prandaj ujit i jep shije të njelmët. Uji i detit është më i dendur se sa uji i ëmbël. Prandaj, më lehtë notohet në ujë deti se sa në lum apo në liqen. Po ashtu, uji i detit më ngadalë nxehet, por më ngadalë ftohet në krahasim me ujin e ëmbël. Si det më të njohur për kripshmëri më të madhe në botë, kemi detin e vdekur. Deti i vdekur gjendet në lindjen e afërt në Jordani dhe cilësohet si deti me nivel më të lartë nga kripshmëria me 30%, gjë që është 9 herë më e lartë se kripshmëria e detrave të zakonshëm. Ju mund të pyesni se pse quhet det i vdekur. Deti i vdekur ka marrë këtë emër nga për shkak që nga kripshmëria e madhe që ndodhet në ujrat e detit të vdekur nuk mund të jetojnë peshqit dhe bota e gjallë, në thënë algat, përveç disa mikroorganizmave. Po ashtu, nga kripshmëria e madhe që ndodhet në këtë det, uji i detit të vdekur është edhe ujë shumë shërues. Vazhdojmë me lëvizjen e ujit të detit. Si lëviz uji i detit? Uji në det dhe në oqeane lëviz në formë të valëve, rrymave detare, baticës dhe zbaticës. Çfarë janë valët? Valët janë lëvizjet më të shpeshta që paraqiten në det për shkak të errave që paraqiten mbi det. Si valë më të mëdha, kemi tsunamet. Tsunamet janë valë të gjata, të mëdha,
të shkaktuara nga lëkundjet nën-oqeanike apo nën-detare, të cilat mund të arrijnë deri në 30 metra lartësi. Në këtë fotografi kemi të paraqitur një palë tsunami, e cila ka shkaktuar edhe dëme të një vendbanimi. Po ashtu, si lëvizje të ujit të detit, i përmendëm edhe rrymat detare. Çfarë janë rrymat detare? Rrymat detare janë lëvizje horizontale të ujit të detit që shkaktohen për shkak të paraqitjes së erërave. Ekzistojnë dy lloje të rrymave detare: të ngrohta, që fryen prej ekuatorit në drejtim të poleve, dhe të ftofta që fryen prej poleve nga ekuatori. Në hartën e mëposhtme kam paraqitur, domethënë, errat ose rrymat detare, ku me ngjyrë të kuqe, me shigjet të kuqe, kemi të paraqitur errat e ngrohta, që thamë se fryen prej ekuatorit në drejtim të polit verior dhe në drejtim të polit jugor. Ndërsa, me shigjet të kaltërt kemi të paraqitur errat e ftofta, që thamë fryen prej polit verior dhe prej polit jugor në drejtim të ekuatorit. Si rrymë më e nxehtë, më e njohur në Oqeanin Atlantik është rryma e Golfit. Rryma e Golfit fillon prej ekuatorit tek Amerika Jugore dhe mbaron në Evropë tek sillvesa skandinave. Rrymat detare lëvizin në një shpejtësi prej 6 deri në 10 km/h. Kanë një rëndësi shumë të madhe për lundrimin në det. Po ashtu, si lëvizje të ujit të detit, përmendëm edhe baticat dhe zbaticat. Batica dhe zbatica nënkupton dy ngritjet dhe dy uljet e nivelit të detit gjatë 24 orëve, si pasojë e ndikimit të forcës tërheqëse të hënës. Dukuria e ngritjes së nivelit të ujit quhet baticë, që e kemi të paraqitur tek pjesa e poshtme e fotografisë, ndërsa dukuria e uljes së nivelit të detit quhet zbaticë, që e kemi të paraqitur tek fotografia tek pjesa e sipërme e fotografisë. Domethënë, kjo është dallimi i baticës dhe zbaticës. Kjo dukuri e lëvizjeve vertikale në detin botëror ndryshe quhet edhe si fazat e detit. Po ashtu, edhe fazat e detit kanë një rol shumë të rëndësishëm në lundrimet detare. Dhe në fund, si ushtrim, kemi në hartën e botës të hulumtoni detra. Mund ta bëni nga harta e juaj, nga globi apo edhe interneti. Këtu mund të ndaloni videon dhe të shihni disa pyetje, të cilat do t'i kemi edhe për detyrë shtëpie, për të parë se sa kemi arritur ta kuptoni këtë njësi mësimore. Si pyetje të parë kemi: për çfarë dallohet uji i detit nga i liçenit? Pastaj, të shkruaj palët, cilat rrymat detare i ke të njohura dhe çfarë janë batica dhe zbatica. Është mirë që në pletoret tuaja të merrni disa shënime për gjërat më të rëndësishme të kësaj njësie, që më pas të keni shumë më të lehtë t'i përsëritni. Me kaq, kjo njësi mësimore përfundon dhe në fund kemi një pjesë që është jo obligative, mirë po është shumë interesante për ata që dëshirojnë të mësojnë më shumë. Pra, dallimi ndërmjet baticës dhe zbaticës në disa vende të caktuara të tokës është në vetëm 30 cm, si në detin Adriatik. Mirë po, në Oqeanin Atlantik, në pjesën e Skotlandës së Re në Kanada, mund të jetë edhe deri në 20 cm. Pastaj, rreth ekuatorit ka dete ku temperatura e ujit të detit është gjatë tërë vitit e njëjtë, 28 gradë Celsius. Dhe për pritshmëri më të madhe, prej 66 metrave të ujit të detit, ka deti i Saragosës. Kjo është e gjitha për këtë njësi mësimore. Shpresoj të isha e qartë për ju dhe ju falenderoj për vëmendjen. Suksese!